الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu xhallahu Zot të gjithë fotove. Atë falenderojmë dhe për ti falë dhe mëshirë kërkojmë. Salavati selami. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi dërguarin e tij të fundit, më të dashurin e Allahut dhe më të dashurin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çemona? Mbi familjen e tij fisnike, mbi bejtin, mbi shokët e tij, ashabët, dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare prej ditës së krijimit deri në ditën e gjykimit të amin. Vllazën dashur, të nderuar motra, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti i Zotit qoftë mbi gjithë ne inshallah. Mram kena folë për 5 çelësa me të cilët mujmë të çelim bereqetin e këtij muajit. Ramazanit dhe atë me tendencë të zgjedh për legjërat të parë si një lloj këshillet për gjithë ne në këtë muaj. Por për sot, në fakt për sonte, du të flas për një gjë cila për mendim tem ishte kryesore. Këtë gjë ne shpesh herë e harrojmë, shpesh herë nuk e cekim aq për mendim tem aq shumë sa duhet të cekim këtë gjë. Dhe kjo gjë në fakt është shumë në lidhje me Ramazanin dhe me agjerimin. Siç e dini, Allahu xhallahu në Kur'an I ka 4 ajete në fakt, cilët flasin për agjerimin dhe për Ramazanin. Ta janë 183, 184, 5 dhe 6 ajet të surës Bakara. Në ajetin e parë, Allahu xhallahu e cek që agjerimi është njëna prej metodave të edukimit të shpirtit. Dhe thot, ju kena urdhnuar që të agjeroni, ashtu siç I kena urdhnuar edhe njerëzve dhe kombëve para jush. Në ajetin e dytë, flitet për rregullat e agjerimit. Si agjerohet, kur agjerohet, kush muj mas me agjeru dhe kështu me radhë dhe kështu me radhë. Në ajetin e tretë flitet shkurtimisht për Ramazan. Atë për cilën duhet të flas sonte në fakt është ajeti I 4, apo 186 ajet të surës Bakara. Shikoni çka thot Allahu xhallahu në këtë ajet. Domethënë më njëherë mas ajeteve të cilët flasin për agjerimin dhe për Ramazanin. Sta'idhu billahi bismillah. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni inni qarib, thot Allahu xhallahu. I thot Allahu xhallahu pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe përmes të gjithë neve, kur të pyesin robët e mi, o Muhammed, për mua, më thonë, kur të pyesin njerëz për Zotin, për Allah, thuaj ju, o Muhammed, me të vërtet, unë jam afër. Allahu xhallahu këto e thekson dhe thot, fe inni qarib, me të vërtet, unë jam shumë afër. Kur do që ata të besin për mua, thuaj ju që unë jam shumë afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'a. Unë jam ai që I përgjigjum lutjeve që ato bajnë. Kushdo që bën lutje, Allahu xhallahu është ai që përgjigjet. Është ai që I njeh lutjet. Në fakt, këtu Allahu xhallahu do më shpjegoj se si është ai afër. Afërsia e tij do të thonë që ai I përgjigjet lutjeve tona. Ne shpesh thonë, jam lut Allahut, jam lut, po s'ka ec.
kena nije me siguri dike, nëse s'kena nije vetin të folë të gjanë, kena nije dike tjetër. E kam lut, Allah, pos kur gja për kësa punë. Allahu xhaleshanu ka thënë një gjatë tjetër. Unë ju përgjigjem gjithëve. Vetëm nuk i përgjigjem atij që thotë e kam lut Allahu xhaleshanu edhe nuk më shpërgjigj. Vetëm atij nuk i përgjigjem. Pse? Me në mallësia e tij. Allahu xhaleshanu dëshira e tij ishte që me na pa neve tu i lut atë, tu i thirr atë. Tu i mannu atë, ai është dëshira e tij. E tash, Allahu xhaleshanu neve do me na pa në atë formë, në atë mënyrë. Por ne çka lusim një herë, 2 herë, 3 herë, 10 herë, edhe dorëzohna, ja. S'ka kur gjapi kësaj pune, Zoti nuk do me ma plotësu dëshirën. Nuk ishte kështu. Allahu xhaleshanu ka qejf neve me na pa të i thirr atë, të ja thirr emrin atij, të i pa dhikr atij, të i lexuar fjalën e tij. Të ju për ul atij, të i ras sejdë atij, të i thirr atë, të i çuë duart që ai mi çuë bereqetin dhe rahmetin e tij në këta duart që lusin atë. Edhe nëse ndoshta dikuj Allahu xhaleshanu nuk ja plotson dëshirën e këtë botë. Allahu xhaleshanu atë lutjen janë edhe më shumë ja plotson në botën tjetër. Masallaj vazhdon ajeti. Falyastajibu li. Thuaju o Muhammed që ato të më përgjigjen mua. Do më thonë Zoti neve na përgjigjet, patjetër, se e kena afër, por s'di sa jena na afër Zotit, ai është pyetja jote. Pyetja që duhet na mi vëmë vetë është a jena na afër Zotit, se Zotin e kena afër patjetër. Ka thot Kur'ani, por a jemi ne afër Zotit, nuk di. Ai në përgjigjet neve. Patjetër. Po ai përgjigjemi ne atij. Thot Allahu xhaleshanu thuaj o pejgamber, le të përgjigjen edhe ata mua se ja vetëm aty ne. Wal yu'minu bi, dhe thuaju që të më besojnë mua. Na i mësojmë keq fëmin me të. I thojmë fëmijëve duhet me besu në Zot. Zoti që beson çdo kush. Ne si besimtarë vërtet duhet të besojmë Zotit. Shtypa kena një fjalë bukur. I xuna bes Zotit. Kesh feja vërtet. Çfarë më thon mizan bes Zotit? Mizan bes Zotit do më thon që me ditë të çdo gjë që vjen në jetën tonë ishte mirë. Edhe nëse s'na duket mirë në atë moment, ishte mirë. Pse? Sepse Zoti di çfarë është mirë për ne dhe ne nuk dimë. Edhe Kur'ani thotë, juve një gjë ju bëhet e mirë, del e keqe. Juve një gjë ju bëhet e keqe, del e mirë. Zoti di ju nuk dini. Tek Zoti është dije. Ne nuk dimë për gjë. Dhe mbaron Allahu xhaleshanu la'allahum yarshudun. Nëse doni me qenë të udhëzuar, nëse doni me kënë në fetë vërtet, në rrugë vërtet, në drejtim vërtet, duhet të pani kështu. Si me ba, qa me ba, s'parit. Duhet me besu që e kena Zotin afër. Kur menojmë ashtu, nuk mujnë me ba asë një gjena. Pse? E kena Zotin afër. Si me ba të është e një gjatë keqe kur e ke Zotin afër. Si mu sjell të keq me dike kur e di që Zoti shë. Nëse rrim me dike, nëse jeni 2 vetë, Zoti ishte treti. Se ja këtu edhe publik edhe më vështirë. E dyta, duhet me ju përgjigj Zotit. Se ne vetëm e kena problem, a na përgjigjet neve Zotit. Po, a i përgjigj ti Zotit? Qa ti bati për Zotit? Na vetëm dojmë që Zoti me bati shka për neve. Na nuk dojmë me bati, për qa për Zotit? A i besojnë në Zotit, me të vërtet, a vetëm besojnë në Zot? Duhet i besojnë në Zotit. Që me di që çdo gjë që ai na nep ishte për mirën tonë. Edhe ajo bëhet e mirë në fund. Feja Islam, Kur'ani, pejgamberi e përshkruajnë Zotin aq afër që asnjë fe përpara, asnjë ideologji, asnjë libër, asnjë filozofi përpara se ka këtë shtu. Shikoni çfarë thot Allahu xhaleshanu
në 16 ajet të surës Qaf. Dhe me këtë ajet do të kryej këtë ligjëratën sonte. Allahu xhaleshanuhu thot në këtë ajet një gjë cilën për mendim të ne duhet ta theksojmë në çdo ligjërat. Nuk mujt të flitet për Zotin në fen ton pa e cek këtë ajet. Për mendim të ky është ajeti më kryesor në këtë marrëdhënie njeri Zot. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allahu xhaleshanuhu thot. Ne, fakt Zoti kur thot ne, në fakt më ndon për veti. Unë jam ma afër robit, ma afër njerëzve, se sa e kanë afër damarin e qaftë. Qyrni ku e kena damarin, dhe më thanë, damari është pjesë e jonë, damari është shpirti jonë, damari është jeta jonë. Kur në prehet kë, kur s'kena ma polse, edhe kur në ranë jetë dikosh me njëherë e prekin këtu, e Zotin e kena pra ma afër, se këtë thot Kur'ani, kjo si është fjallë e smajlit, të dini. Asë që janë pravat e popët. Kur'an, ajeti 16, surja Qaf. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Njeriu e ka Zotin më afër se sa damarin e qafës. Këtë afërsi, se ka asnjë fe tjetër, asnjë ideologji, asnjë libër, asnjë filozofi, askush, vetëm feja jonë. A shihni çfarë fe të kena na? A shihni çfarë filozofie të kena na? A shihni çfarë afërsie me Zotin kena na? Por mbahet që nuk e dim. Nuk e dim se çfarë privilegjionit kena, që e lexojmë librin e Zotit, çfarë ekskluzivitetit kena që e ndjekim pejgamberin Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dhe që jena ummeti i tij, dhe çfarë privilegjionit kena që në fund të fundit jena musliman. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të na baje për atyre që falenderojnë Allahun xhaleshanuhu në gjitha këta gjana, që e falenderojnë Allahun xhaleshanuhu që e kajnë afër. Inshallah na bën prej atyre të cilët besojnë që e kajnë afër, prej atyre të cilët dinë që e kajnë më afër se damarin e qafës, prej atyre të cilët me të vërtet i besojnë Zotit, dhe prej atyre inshallah që përgjigjen Zotit, që dhe Zotit inshallah në përgjigjet në herë. Amin, 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 rahmetika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alihi wa salamun ala al-mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin lillahi al-fatiha.